Detali kanë përmend kushtet e mbulesës. Unë duhet të përmend disa pyetje kryesore që janë, domethënë që të jetë mbuluar, që të jetë mbuluar i tërë trupi, domethënë përveç fytyrës dhe durve. Të jetë e gjerë, domethënë jo e ngushtë për trup, por të jetë e gjerë, jo që për shumë se esenca është me mbulu gruan, jo me e përshkru në formën domethënë që mund të vizatojnë vjet të trupit të saj, kjo s'bën. Qase kanë për shumë disa forma të hijabit që nuk është hijab fetare, domethënë për shembull me farmerka të ngushta, çfarë kuptimi ka hijabi kështu, fatkeqësisht apo. Ose për shembull një shami shumë formale që gjysma e kokës duket e kështu me radhë, për shembull. Hijabi është udhëzim fetar. Hijabi është kërkesë e Allahut te barekutaala dhe ai ka shpjeguar rregullat dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duhet më përmbajt. Pa i mbuluar tërë trupin përveç sa fytyrës edhe durve, që lejohet mi zbuluar apo. Gjithashtu të jetë i gjerë, apo mos të jetë i dukshëm. Do mund të jetë i gjerë, po i dukshëm që mund të duket në pjesë e brendshme e trupit apo. Pastaj nga është që mos ti përngjan tishave të burrave. Nëse gruaja i ka tishë të veta, burrat i kanë tishë të veta, apo. Në mënyrë që dallojnë dhe veshën ata apo. Gjithashtu të mos të jetë përgjasim. Mos të ndonjë tishë që i gjason kulturave të tjera, i gjason feve të tjera. Muslimani ka identitetin e saj edhe në mënyrën se si ai veshët. Mos më qenë domethënë tishë provokative që bien sy. Mos më qenë tishë që me të synohet rrëmbimi i vëmendjes ose ekspozimi i caktuar e kështu me radhë. Apo tërheqja e vëmendjes ku të kalon. Mos të jetë tishë e parfumosur, nga se gruaja me parfum që realisht ndihet era e saj tek kalimtarët është ndaluar. Prandaj këtu janë disa kushte që dietarët kanë përmendur lidhje me mbulesën e që në secilin kusht pastaj ka shpjegime dhe ka detajet e veta.